Kur një puthje ndryshon ritmin e shtëpisë, ese mbi afrimin, xhelozin dhe pushtetin emocional. Në Big Brother Kosova, kërcimi shpesh është moment çlirimi. Muzika shuan përkohësisht tensionet, trupat lëvizin, syt kërkojnë lehtësi. Por ndonjëherë, brenda një çasti gëzimi, ndodh një gjest i vogël që ka pasoja të mëdha. Një afrim i papritur, një puthje e shkëmbyer në buzë dhe ritmi i shtëpisë ndryshon. Jo sepse gjesti është i jashtëzakonshëm në vetvete, por sepse konteksti e bën atë ngjarje. Kjo ese merret me një moment të tillë, afrimin mes Klodit dhe Benitës gjatë një kërcimi dhe reagimin e mëvonshëm të Limit, i lexuar nga shumë kush si xhelozi ose ndjenjë humbje e kontrolli. Pa gjykuar dhe pa shpallur motive si të vërteta absolute, eseja analizon si një gjest intim rishkruan marrëdhënie, ndez emocione dhe rikonfiguron lojën. Kërcimi si hapësirë e paqartë. Kërcimi është gjuhë trupore. Ai lejon afrim pa fjalë, flirt pa deklarata, eksperiment pa premtime. Pikërisht për këtë, kërcimi është edhe hapësirë e paqartë. Kufit nuk janë gjithmonë të vizatuar, por lexohen nga sinjale reciproke. Kur sinjalet përputhen, afrimi ndodh natyrshëm. Kur ndodh një puthje, ajo shndërrohet në deklaratë publike, edhe nëse nuk ishte e menduar si e tillë. Në këtë kontekst, afrimi mes Klodit dhe Benitës merr peshë sepse ndodh para syve të tjerëve. Kamera nuk fal. Çdo gjest arkivohet, interpretohet, analizohet. Ajo që për dy persona mund të jetë moment, për shtëpinë bëhet mesazh. Puthja si akt simbolik. Një puthje në buzë, në një reality show, është më shumë se intimitet. Ajo është simbol. Simbol i zgjedhjes, i afërsisë, i një aleance emocionale që del nga hija. Edhe kur nuk shoqërohet me fjalë, ajo flet. Dhe ajo që thot varet nga kush e sheh. Për Benitën, ky moment mund të jetë shprehje spontane, kërkim ngushëllimi ose thjesht ritëm i çastit. Për Klodin mund të jetë ndjesje afrimi, impuls ose sinjal sinqeriteti. Eseja nuk i mbyll këto kuptime në një përgjigje, përkundrazi, ajo tërë. Ekson se kuptimi i gjesteve intime është gjithmonë shumë fish. Sytë e tretë, lindja e xhelozisë së perceptuar. Në një shtëpi të mbyllur, emocionet janë të ndërvarura. Ajo që ndodh mes dy personave rrallë mbetet vetëm e tyre. Reagimi i Limit, i lexuar gjerësisht si inat ose xhelozi e perceptuar, nuk vjen nga hiçi. Ai vjen nga pritshmëritë e krijuara, nga ndjesia e konkurrencës emocionale, nga ideja se afërsia është territor që fitohet ose humbet. Xhelozia, në këtë kuptim, nuk është vetëm ndjenjë personale, është dinamik pushteti. Ajo lind kur dikush ndjen se po humbet kontrollin mbi narrativën, mbi vëmendjen, mbi rolin që ka ndërtuar. Në Big Brother, ku vëmendja është monedhë, humbja e saj ndihet si humbje reale. Psikologjia e reagimit, nga impulsit e interpretimi. Nga këndvështrimi psikologjik, reagimet ndaj një gjesti intim të tjetrit kalojnë nëpër disa faza: surprizë, krahasim, interpretim, reagim. Surpriza vjen nga papritshmëria. Krahasimi nga pyetja, ku jam unë në këtë histori, në një ambient ku muzika e lartë dhe ritmi i shpejt krijojnë iluzionin e çlirimit, kufit personal shpesh testohen. Kërcimi, si gjuhë trupore, mund të jetë gëzim, lojë, flirt i shëndetshëm, por vetëm nëse respekton një parim themelor, pëlqimin e qartë. Episodi i raportuar ku Eliona ndërhyn me forcë për të larguar duart dhe largohet nga vendi ku po kërcente është momenti kur trupi flet më fort se fjalët. Është një ndalo i padiskutueshëm, i shprehur jo me retorik, por me veprim. Kjo ese nuk synon të riprodhoj detaje që cenojnë dinjitetin. Ajo synon të kuptoj çfarë ndodh kur kufiri kalohet, si lexohet reagimi i menjëhershëm i një individi dhe çfarë përgjegjësish lindin për grupin, produksionin dhe publikun. Pëlqimi nuk është supozim. Pëlqimi nuk është hamendje, nuk është ndoshta, nuk është heshtje. Ai është i qartë, i vazhdueshëm dhe i revokueshëm. Në çastin kur Eliona largon duart dhe ikën, pëlqimi revokohet pa ekuivok, nëse ka qenë ndonjëherë i pranishëm. Ky veprim e mbyll çdo debat. Nuk kërkon shpjegim shtesë. Nuk kërkon arsyetim. Trupi ka folur. Në këtë kuptim, reagimi i saj është model i shëndetshëm i vetë mbrojtjes. Ai tregon se autonomia nuk negociohet dhe se kufit nuk janë temë diskutimi pas faktit. Psikologjia e reagimit të menjëhershëm. Nga këndvështrimi psikologjik, reagimi i shpejt është shpesh refleks mbrojtës. Ai vjen para fjalëve, para kalkulimeve sociale.
Në një ambient të ekspozuar si reality show, ky refleks ka kosto emocionale, frikë nga gjykimi, nga keqinterpretimi, nga polarizimi i grupit. Megjithatë, Eliona zgjedh sigurinë personale mbi komoditetin social. Kjo zgjedhje ka peshë. Largimi nga hapësira e kërcimit është gjithashtu mesazh për ambientin. Kjo situatë nuk është e pranueshme. Është një vijë e tërhequr publikisht dhe vijet publike kërkojnë reagim publik. Etika e respektit, ku mbaron loja. Reality show shpesh e relativizojnë kufirin mes lojës dhe jetës reale. Por etika nuk relativizohet. Trupi i tjetrit nuk është pjesë e lojës. Çdo afrimi i paqartë duhet të ndalet në shenjën e parë të refuzimit. Çdo përpjekje për ta justifikuar situatën, si keqkuptim, shaka, atmosferë e zhvendos përgjegjësinë nga veprimet e viktima. Kjo zhvendosje është e padrejtë dhe e rrezikshme. Etika kërkon një standard të thjeshtë. Kur dikush thotë jo me fjalë ose me trup, përgjigjja është ndalimi i menjëhershëm. Dinamika e grupit, dëshmitar apo mbrojtës? Asnjë situatë nuk ndodh në vakum. Reagimi i grupit, qoftë me ndërhyrje, qoftë me heshtje, formson kulturën e shtëpisë. Dëshmitarët kanë rol kyç, të normalizojnë kufijt ose t'i lëkundin ata. Një fjalë e thënë në kohë, një ndërhyrje e matur, një gjest mbështetës për personin që u largua, këto janë veprime që e mbyllin situatën dhe e mbrojnë komunitetin. Heshtja, përkundrazi, e zgjedh paqartësinë dhe i lë hapësirë relativizimin. Dhe relativizimi është terreni ku shkeljet përsëriten. Përgjegjësia e produksionit, standarde, jo improvizim. Në momente të tilla, përgjegjësia. Në realitetet televizive, kufijt personal janë prova më e vështirë. Jo sepse nuk njihen, por sepse shpesh sfidohen nga kamera, audienca dhe dinamika e pushtetit. Episodi i raportuar ku Limi shfaq sjellje fizike të paqarta ndaj Benitës dhe shoqëron veprimin me deklarata zotëruese hap një debat thelbësor, kur afrimi pushon së qeni flirt dhe shndërrohet në presion. Kjo ese nuk ka për qëllim të riprodhojë fjalë apo detaje që cenojnë dinjitetin e askujt. Ajo synon të analizojë mekanizmin përmes të cilit një situatë e tillë bëhet e mundshme dhe pasojat që prodhon për individët, për grupin dhe për besimin e publikut. Pëlqimi si kusht i panegociueshëm. Çdo ndërveprim fizik apo verbal me nënkuptime intime ka një kusht të vetëm për të qenë i pranueshëm, pëlqimin e qartë, të vazhdueshëm dhe të respektuar. Pëlqimi nuk supozohet, nuk lexohet nga heshtja dhe nuk imponohet nga vetbesimi. Kur njëra palë shpreh dëshirë apo synim personal në mënyrë zotëruese, sidomos në një ambient të mbyllur, ajo krijon asimetrinë e pushtetit, tjetri ndjehet i vëzhguar, i shtyrë, i detyruar të reagojë. Në këtë kontekst, problemi nuk është dëshira, problemi është forma. Dëshira bëhet presion kur shoqërohet me deklarata që nënkuptojnë pashmangshmëri, pronësi ose minimizim të autonomisë së tjetrit. Aty, loja ndalet dhe nis çështja e kufive. Psikologjia e presionit të budh. Presioni nuk vjen gjithmonë me zë të lartë. Shpesh ai është i budh, një fjalë e hedhur si shaka, një gjest i paqartë, një insistim i përsëritur. Këto elemente, të marra veçmas, mund të duken të padëmshme. Së bashku, ato krijojnë klimë pasigurie. Personi i përfshirë përballet me dilemë, të reagojë dhe të rrezikojë etiketimin si i tepruar, apo të heshtë dhe të mbajë peshën emocionale. Në një shtëpi ku kamerat janë gjithmonë të ndezura, kjo dilemë shumë fishohet. Çdo reagim interpretohet. Çdo heshtje keqkuptohet. Kjo është arsyeja pse standardet duhet të jenë të qarta dhe të mbrojtura nga formati, jo të lëna në dorë të improvit. Zimit. Etika e gjuhës zotëruese. Deklaratat që e paraqesin tjetrin si objektiv apo synim nuk janë thjesht fjalë. Ato janë korniza që e reduktojnë personin në rol. Në një lojë ku identiteti tashmë është i ekspozuar, reduktimi është formë e dhunës simbolike. Ai i heq individit kompleksitetin dhe e vendos në një narrativ që nuk e ka zgjedhur. Etikisht, kjo është e papranueshme. Jo sepse reality show duhet të jetë steril, por sepse dinjiteti është vijë e kuqe. Flirti i shëndetshëm respekton refuzimin, presioni e injoron atë. Dhe aty ku refuzimi injorohet, kemi problem serioz. Pasojat emocionale dhe dinamika e grupit. Pas situatave të tilla, pasojat nuk janë gjithmonë të dukshme. Ato shfaqen në tërheqje, heshtje, lot apo kërkim mbështetjeje. Grupi reagon, herë duke mbrojtur, herë duke relativizuar.
Kjo ndarje është treguesi i kulturës së shtëpisë. Kur mbështetja fiton, kultura përmirësohet. Kur relativizimi dominon, kufit lëkundën. Këtu roli i dëshmitarëve është vendimtar. Të thua. Kur loja ndalet dhe njeriu del në pa. Në çdo reality show ka momente tensioni, zëra të ngritur, debate që shpërthejnë e shuan. Por ka edhe momente kur loja ndalet. Jo sepse produksioni e ndalon, por sepse njerëzilku e kërkon. Episodi i raportuar ku Klodi shfaqet i lënduar, duke vendosur akull në kokë, ndërsa banorët i afrohen një nga një, i rrinë pranë dhe e mbrojnë. Është pikërisht një nga ato çaste kur Big Brother Kosova pushon së qeni spektakël dhe kthehet në provë morale. Akulli mbi kokë është gjest i thjeshtë, pothuajse banal. Por në atë kontekst, ai bëhet simbol. Simbol i dhimbjes që kërkon lehtësim, i tensionit që duhet ftohur, i një trupi që ka kaluar një kufi dhe kërkon mbrojtje. Është një imazh që flet më shumë se çdo debat, një njeri i ulur, i heshtur dhe rreth tij të tjerë që për një moment harrojnë lojën. Solidariteti si reagim instinktiv. Ajo që bie më shumë në sy nuk është vetëm gjendja e Klodit, por reagimi i banorëve. Në një shtëpi ku deri dje kishte përplasje, dyshime, akuza dhe aleanca të brishta, ndodh diçka e rrallë, bashkim i heshtur. Nuk ka brohoritje, nuk ka strategji. Ka afrim, fjalë të buta, prani fizike. Ky solidaritet nuk është i planifikuar. Ai është instinktiv. Është reagimi njerëzor ndaj perceptimit të rrezikut. Banorët krijojnë një rreth mbrojtës, jo për të fituar pikë, por për të vendosur kufi, deri këtu po, më tej jo. Dhe ky rreth është mesazh i fortë për publikun, edhe në një lojë ku gjithçka duket e lejuar, dhuna nuk është normale. Psikologjia e pas incidentit. Nga këndvështrimi psikologjik, momentet pas një përplasjeje të tillë janë kritike. Trupi mund të ketë dhimbje, por tronditja emocionale është ajo që lë gjurmë më të thella. Vendosja e akullit është kujdes për trupin, prania e të tjerëve është kujdes për mendjen. Këtu, Klodi nuk është më lojtar, strateg apo kundërshtar. Ai është individ i cenueshëm. Dhe kur banorët i afrohen, ata i njohin këtë cenueshmëri. Ata i japin atë që çdo njeri kërkon pas një tron. Ditjeje, siguri. Mesazhi është i qartë, je i mbrojtur këtu. Në psikologjinë sociale, kjo quhet validim emocional, pranimi i përjetimit të tjetrit pa e minimizuar. Nuk ka nevojë për prova në atë moment, ka nevojë për empati. Dhe empatia është mjet shërues. Etika e kufive të pakalueshëm. Edhe si pretendim, një episod i tillë e vendos formatin përballë një parimi të panegociueshëm. Dhuna fizike është vije e kuqe. Big Brother mund të tolerojë konflikt verbal, strategji të ashpra, por nuk mund të normalizojë cenimin fizik. Nëse loja lejon që ky kufi të turbullohet, ajo humbet legjitimitetin e saj si eksperiment social. Këtu lind përgjegjësia etike e të gjithëve, banorëve, produksionit, publikut. Banorët duke reaguar dhe mbrojtur, produksioni duke ndërhyrë, sqaruar dhe vendosur standarde, publiku duke mos kërkuar spektakël me çdo kusht. Sepse spektakli që ushqehet me dhimbje reale nuk është më argëtim, është shfrytëzim. Roli i dëshmitarëve, heshtja apo ndërhyrja. Një aspekt thelbësor i ngjarja e rëndë që tronditi shtëpinë e Big Brother Kosova vazhdon të ketë jehon të fortë, jo vetëm brenda mureve të shtëpisë, por edhe jashtë saj, në opinionin publik dhe tek familjarët e përfshirë drejt për drejt. Pas incidentit ku Limi goditi Klodin me grushte, reagimet nuk kanë munguar, por më të fortat dhe më të drejt për drejtat kanë ardhur nga familjarët e Klodit, të cilët kanë dalë hapur duke kërkuar largimin e menjëhershëm të Limit nga Big Brother. Sipas tyre, ajo që ndodhi nuk është më pjesë e një loje, as e një debati televiziv apo e një konflikti verbal të zakonshëm. Ata e konsiderojnë aktin e Limit si një dhunë të pastër fizike, të papranueshme dhe të pajustifikueshme në çdo rrethan, aq më tepër në një format televiziv që ndiqet nga mijëra shikues, përfshirë të rinj dhe fëmijë. Familjarët shprehen se pamjet e transmetuara janë tronditëse dhe se askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhunë ndaj një tjetri, pavarësisht provokimeve apo tensioneve të krijuara në lojë. Në reagimet e tyre, ata theksojnë se Klodi ka hyrë në Big Brother me qëllimin për të garuar ndershëm, për të shprehur mendimet e tij dhe për të qenë pjesë e një eksperience sociale, jo për të bërë viktimë goditjeve fizike.
Ata shprehin shqetësim të madh për gjendjen emocionale dhe psikologjike të tij, duke theksuar se një situatë e tillë lë pasoja të rënda, sidomos kur ndodh përpara kamerave dhe nën presionin e vazhdueshëm të izolimit. Familjarët e Klodit janë drejtuar drejt për drejt produksionit të Big Brother Kosova, duke kërkuar që rasti të trajtohet me seriozitet maksimal. Sipas tyre, largimi i Limit nga loja nuk është një hakmarrje, por një masë e domosdoshme për të ruajtur rregullat, sigurinë e banorëve dhe besueshmërinë e formatit. Ata theksojnë se tolerimi i dhunës krijon një precedent të rrezikshëm dhe dërgon një mesazh të gabuar në shoqëri. Ngjarja ka ndezur edhe një debat të gjerë publik. Në rrjetet sociale, shumë shikues janë rreshtuar në krah të familjarëve të Klodit duke kërkuar rëmasa të menjëhershme dhe duke e quajtur incidentin një shkelje të rëndë të rregullave të lojës. Komente të shumta theksojnë se Big Brother mund të tolerojë debate, strategji dhe përplasje verbale, por jo dhunë fizike. Për ta, kufiri është kaluar dhe nuk ka më vend për diskutim. Nga ana tjetër, ka edhe zëra që përpiqen të analizojnë situatën në një këndvështrim më të gjerë, duke përmendur presionin psikologjik, izolimin dhe provokimet e vazhdueshme brenda shtëpisë. Megjithatë, edhe këta zëra pranojnë se, pavarësisht çdo rrethane, goditja me grusht nuk justifikohet dhe se përgjegjësia personale duhet të mbetet mbi gjithçka. Familjarët e Klodit shprehen se nuk janë të interesuar për dramë apo përfitim mediatik, por për drejtësi dhe siguri. Ata theksojnë se reagimi i tyre vjen nga dhimbja dhe shqetësimi për një njeri të afërt, që po përballet me një situatë të vështirë dhe të padrejtë. Sipas tyre, Klodi nuk duhet të ndihet i pasigurt brenda një formati që supozohet të jetë i kontrolluar. Kur fjala thyet dhe Loti merr zërin, njëse mbi shpërthimin, akuzën dhe brishtësinë njerëzore. Darka, në një shtëpi si ajo e Big Brother Kosova, nuk është thjesht vakt. Është ritual. Është momenti ku tensionet ulen në tavolinë bashkë me pjatat, ku heshtjet flasin po aq sa fjalët. Dhe pikërisht aty, kur pritet normalitet, ndodh shpërthimi. Benita largohet nga Darka duke bërtitur, zëri i saj çan qetësinë e momentit, akuzat drejtohen ndaj Albës dhe pak çaste më vonë, lotët e zëvendësojnë Britman. Ky nuk është thjesht një konflikt, është kulm emocional. Kjo se nuk synon të gjykojë se kush ka të drejtë. Ajo synon të kuptoj pse ndodh një shpërthim i tillë, çfarë e ushqen akuzën, çfarë fshihet pas lotëve dhe çfarë pasojash lë një moment i tillë në një komunitet të mbyllur. Darka si skemë për emocionet e mbajtura. Në psikologjinë sociale, momentet e përbashkëta, si një darkë, janë shpesh shkëndija për emocionet e akumuluara. Gjatë ditës, individët mbajnë veten, përtypin fjalë, shtyjnë reagime. Darka i mbledh të gjithë në një hapësirë, ku vëmendja është e përqendruar dhe pritshmëritë për qetësi janë të larta. Kjo kontrast i bën shpërthimet edhe më të forta. Kur Benita ngrihet dhe bërtet, ajo nuk reagon vetëm ndaj një fjalje të fundit. Ajo reagon ndaj një grumbulli përjetimesh, ndjenjes së mosbesimit, shgënjimit, ndoshta ndjenjes së tradhtisë së perceptuar. Zëri i ngritur është shenjë e një emocioni që ka kaluar pragun e durimit. Akuza si gjuhë e dhimbjes. Akuzat ndaj Albës, të formuluara si pretendime, nuk janë thjesht sulm verbal. Ato janë gjuhë e dhimbjes. Kur dikush ndjehet i mashtruar, i anashkaluar ose i pavlerësuar, mendja kërkon një etiketë për ta emërtuar ndjesinë. Fjala mashtrim është e rëndë sepse mbart shgënjim moral. Por rëndësia e saj kërkon kujdes, akuza e tillë, pa prova dhe pas sqarim, rrezikon të bëhet gjyq publik. Këtu lind tensioni etik, njëra palë po shpreh një përjetim, pala tjetër po etiketohet. Eseja ndalet te ky dallim thelbësor, përjetimi është i vërtet për atë që e ndjen, akuza nuk është fakt pa verifikim. Të dyja duhet të trajtohen me përgjegjësi. Britma si thirrje për t'u dëgjuar. Britma e Benitës nuk është vetëm agresion, është thirrje. Thirrje për vëmendje, për njohje të dhimbjes, për ndalim të një situate që ajo e percepton si të padrejtë. Në një ambient ku zërat garojnë për hapësirë, Britma bëhet mjet për të mos u humbur. Por ky mjet ka kosto, ai lëndon të tjerët, polarizon grupin dhe e shtyn dialogun drejt përplasjes. Lotët, e vërteta që nuk maskohet. Pas Britmës vjen qetësia e rënë. Dhe pastaj lotët. Lotët janë momenti kur maska bie. Aty ku fjala ishte armë, Loti është dëshmi e brishtësisë. Ai tregon se pas akuzës fshihet dhimbje reale.
se pas zërit të fortë ka pasiguri, frikë, ndoshta ndjenjë humbjeje. Nga këndvështrimi psikologjik, kjo kalim nga agresioni verbal të qarit është i zakonshëm në situata stresit të lartë. Është mënyra e mendjes për të shkarkuar tensionin. Dhe pikërisht këtu, empatia bëhet e dëmë.